në lagën e kryetave që po organizon Liga e Partisë Demokratike të Kosovës në Gjermani, kësaj radhe në Liga ju në të nderuar të përfshirë kësaj kryete. Njoftoj pika shkurta se pas punës së kryetës, klubi shqiptar Roda Shqiptare me ndihmë vullnetarëve dhe të anëtarëve dhe veprimtarëve të vet, për dhe një ndihmë në Liga ju, për pjesëmarrësit e kësaj kryete ka përgatitur një darkë në stilin ata shqiptar. Pastaj grupi Bilet e Udës në udhëheqjen e mësuesit Gjysmë Salidema ka përgatitur një program artistik. Ju uroj punë të mbarë dhe në vazhdimja fjalën e mediatorit dhe organizatorit të kësaj kryete, zotëri Merdat Rus, sekretari i përfaqësues të ambasadës së Shqipërisë, përfaqësues të ambasadës së Republikës së Maqedonisë, të nderuar vëllezër arbresh, të nderuar anëtarë të pesë partive politike, klubeve dhe shoqata, të nderuar student, intelektual, mësues dhe veprimtar. Me lënë që të hapi këtë urit të rëmbullaket me temin Loli Mergatës sonë në çështjen kombëtare dhe kriza organizative që po përjeton, duke ju përshëndetur dhe falendëruar në emër të Partisë Demokratike të Kosovës Lega për Gjermani dhe në emër tim personal dhe të grupit që sot drejtojnë këtë tërheqësi. Të nderuar pjesëmarrës, duke parë gjendjen shumë të dobët të organizimit tek bashkëmbajtësit tanë në çdo sferë të jetës së tyre, unë dhe kryesia që drejtojmë që të në Gjermani, dhe disa intelektualë të tjerë, por duke pas mbështetjen e të gjithë juve, kemi menduar se është më së domosdoshme mbajtja e një kryeze të tillë siç është kjo sot. Kryeza do të jetë me ndikim politik për organizimin e saj i të kalon sot ngjyrat partijake. Ne jemi në rand të parë shqiptar dhe kemi problemet e ngjeshme dhe të njëjta, tek pastaj jemi anëtar partive, klube apo shoqata. Në mjekësi për të saktuar diagnozën e një smurit, se pari ka bashkëbisedim me të. I bëjmë atij anamnezën, nga kjo mësojmë shumë për ankesat dhe rrjedhëmisht edhe për shkaqet e smundjes së tij. Pra ta quaj kushtimisht një lloj smundje që duhet mjekuar këtë mos organizim që ka përfshirë diasporën tonë. Por vetëm pas saktimit të diagnozës fillon mjekimi këto shumë kështu mendoj duhet veprohet edhe në rast një organizimi tonë të munguar. Ka diçka që ka